Mirëmbrëma dhe mirë se po ritakohemi me podcastin Rinia këtu edhe sonte në televizionin Syrivizion. Po ritakohemi edhe sonte duke sjellur tek ju një tjetër javë, një tjetër epizod me një tjetër të ftuar krejtësisht ndryshe nga çka kemi mësuar me i pa. Kemi pas çdo të diere të ndryshme, talent të ndryshëm e po ashtu edhe talent të rinë mosh. Edhe sonte kemi një talente të re, por që unë po ja lëm prezantimin e saj bashkëprezantueses Arsa Sarçini. Arsa, përshëndetje. Përshëndetje Endje, përshëndetje edhe për të gjithë ju të dashur shikues që po na ndjeqni këtu në emisionin Rinia si çdo javë dhe këtë të diel. Endje tha që kujdesemi që çdo javë të sjellim mysafir apo talent të rinj. E këtë javë ne kemi kënaqësinë që këtu në tavolinën e emisionit ton ta kemi të ftuar Ergisa Himaj, kryetare e Asamblesë Komunale të Fëmijëve. Përshëndetje Ergisa. Përshëndetje Arsa. Ju falenderoj përzemërsisht për ftesën, është kënaqësi që sot jem këtu parnjosh edhe shfaq një pjesë të albumit tim nga jeta ime. Shumë faleminderit prej te Ergisa. Endi Ergisën e kemi sot të pranishme këtu edhe nuk do të kursehemi me pyetjet që do t'i bëjmë në lidhje me rolin tonë si kryetare e Asamblesë së Fëmijëve Komunale pra këtu në Gjakov, e po ashtu edhe për atë pjesën edhe shpirtin e aktivistës që ti e ke, e unë si fillim normalisht e kemi zakon që pyetja parë të bëhet për fillimet. Ku ka qenë ai fillimi? Si e ke ndjerë ti që të pëlqen që të merresh me punë aktive, të bësh punë vullnetare dhe të jesh pjesë të organizatave të ndryshme? Zakonisht kjo pyetje më pëlqen shumë edhe është një ndër të para që bëhet. Arsyeja sepse prej klaseve, domethënë të para në shkollë fillore, pa ta pas dëshirë që gjithmonë me kryo aktivitete, domethënë me u qenë ajo organizatorja në çdo pjesë. Edhe kryesisht më ka pëlqyer jeta e një aktivisteje edhe me shërby për komunitetin. Fillimet e para të mia ajo menduat që brenda klasës, brenda shtëpisë, domethënë me familjarët e mi, me kriju pjesë të organizimeve të ndryshme, gjë që më ka ndihmuar shumë u shfaqen këtë pjesë. Shumë mirë. Çfarë do të thotë Ergisa për ty të jesh kryetare komunale e Asamblesë të Fëmijëve, më saktësisht si i përballon mbi të gjitha punën, vështirësitë, sfidat, mbi të gjitha aktivitetet të ndryshme që i keni? Kryesisht emri kryetare më ka bërë mundi shumë mirë, arsyeja se ndjes si prioritet edhe si privilegj për marrë këtë post normalisht, sarë që ndëgjoj, domethënë ndëgjoj vetëm me krenari, arsyeja sepse është diçka që më përket mua dhe diçka që shumë kam punu për atë gjë derisa e kam fituar. Kryesisht punët dhe vështirësitë dimi menaxhu shumë mirë, domethënë edhe kam përgëzime të shumta, edhe shpeshherë më pëlqen ky post. Nuk ka qenë diçka e cila domethënë kam penguar asnjëherë, por ka qenë diçka që më ka bërë mundi më shumë krenare për vetvete. E cili është pikërisht misioni kryesor të jesh kryetare e Asamblesë Komunale të Fëmijëve? Misioni kryesor i Asamblesë, domethënë që të jesh kryetare e Asamblesë Komunale të Fëmijëve, është diçka që ti mund ta përballosh edhe kryesisht është krijimi i aktiviteteve brenda komunës tënde. Domethënë ti je ti zëri që përfaqëson vetë shkollën tënde, por kryesisht tash edhe kryetare është të përfaqësosh zërin e komunës tënde domethënë tek pjesa e komunave të tjera shpeshherë ku bëhen edhe trajnime të ndryshme në Prishtinë, domethënë të jesh ti ai zëri kryesor që i përfaqëson të drejta. E kush janë pjesëmarrës në këto takime? Sa fëmijë përfshin të gjitha shkollat e komunës së Gjakovës? A mund të ndash pak më shumë detale? Normalisht po, kryesisht tek pjesa e Asamblesë ne kemi gjitha shkollat e komunës së Gjakovës rrethinave normalisht janë fshatrave. Kryesisht para se të bëj zgjedhja, normalisht Syrivizioni që është organizator qeveritare dhe pjesa e komunës dërgon të gjitha shkollave që të kenë një përfaqësues që do ta përfaqësojë domethënë shkollën e tyre në asamble. Kryesisht aty mbledhemi, bëjmë takime solemne dhe varet tash prej rasteve që kemi ose datave të shënuara. Kur bëjnë trajnimin në Prishtinë, vinë organizata ndryshme, të cilat e kanë një rol përfaqësues edhe që shembull si Save the Children që është kryesori në kohë të tanishme. Është shumë kënaqësi të dëgjojmë, edhe unë vetë kam qenë anëtare e Asamblesë Komunale të Fëmijëve para shumë vitesh, edhe me të vërtetë që bëhet një punë e mrekullueshme, aktivitetet janë jashtëzakonisht të mrekullueshme edhe kjo të ndihmon edhe të socializohesh me fëmijë të tjerë, të shohësh aktivitete të ndryshme të cilat i zhvillojnë shkollat, e patjetër të kesh edhe një rol kyç në përmirësimin e kushteve që fëmijët jetojnë ditët e sotme, dhe unë po mendoj që ju keni marrë edhe kauza të ndryshme, apo? Po.
Atëherë Ergisa, për te pyetje së arsës, po du me ditë ma shumë prej te si është prit ky rol tek familja jote, pra tek të afërmit e tu, po besoj që të kanë mbështet shumë, çka pa dyshim është edhe arsyeja kryesore që ty të bën të ecësh përpara edhe më shumë. Mund të them që familja ime në konë kraja me djathtë, arsyeja sepse me njerë kur e kom marrë rolin, kom shku me një fjalë me gzim shpejt dhe kom tregu që u bëna kryetare asamblesë. Edhe para se me marrë rolin, do të thënë kur e mora lajmin në shkollë, ishte diçka normalisht me thënë wow, arsyeja sepse u shokova, po e disha që me punë kom arrit ata dhe kur shkova në shtëpi, do të thënë e ndjeva ndjesinë që mbështetja dhe krejt pjesa e mundit dhe sakrificave që kanë bëjë kanë shpërblyë me një fjalë, edhe prapë se prapë tash rolin e kryetares që marr shpesh e ndje edhe vetën krenara ku shkoj në shtëpi, arsyeja sepse shpesh atë kom punë me asamble, kom detyra me bëu, domethënë gjitha këto bashkohen edhe shpërblejnë mundin që ka bu familja ime. Ergisa, ne duam të qëndrojmë pak a shumë tek pjesa asamblesë komunale, tek roli i saj, e po ashtu edhe tek auzat e ndryshme që ju ndërmerrni, por që patjetër përpos fëmijëve ju duhet edhe ndihmë nga të rriturit, sepse është normale, sepse disa punë kërkojnë pak më shumë përkushtime dhe kanë përgjegjësi më të madhe. Kur jemi tek pjesa e zyrtarëve komunal, tek pjesa e të rriturve, kërkesat që ju i keni, a i adresojnë ata apo thjesht i marrin vetëm si konsultime? Po, kryesisht ne kur kemi filluar asamblen, domethënë tetor, nuk kemi pas zyrtarë caktuar për drejtat tona, edhe kryesisht na kanë ndihmuar zyrtarë që në kohën, domethënë me një fushë krejtësisht tjetër. Po gjatë muajve në vijim u caktu zyrtarja e lartë për drejtat e fëmijëve, domethënë cilën e falenderoj shumë, arsyeja sepse çdo kërkesë që ne kemi pas shembull pjesa e fondeve, inspektoriati, gjithçka është miratu nga ajo. Edhe domethënë nuk ka qenë thjesht një konsultim ose një fjalë e thënë, po u kon diçka që është vepruar dhe na ka bërë neve normalisht punën më të lehtë. Ergisa, mu po më intereson me ditë cilat janë disa nga kauzat, aktivitetet që keni synim të organizoni, por ndoshta ende nuk i keni organizu. Po. Kryesisht ne e kemi pas një aktivitet u kon program, po prapë se prapë përmes fondeve dhe jo domethënë që e kena pas që si në kon qaq të mira për me realizu aktivitetin, kemi menduar që me bu programe ndryshme për fëmijët në qytetin e Gjakovës, diçka që ndoshta jo thjesht nuk kon program, se ka shumë programe të cilat bën edhe në fund thjesht mbet një zë i cili nuk shërtohet me tutje. Po ne kryesisht dëshirojmë që gjitha këto që i bëjmë na si asamble mos më kon diçka përkohshme, por diçka që mbet përgjithmonë. Edhe na kryesisht dojmë me bë trajnime për barazinë gjinore, me vizitu komuna të tjera, me pa punën e shambullit të qytetit ose të komunave të tjera të Kosovës, domethënë gjitha këto. Kauzat edhe rolin si aktivitete që kemi marrë, një ndër të cilat ka pëlqyer më shumë ti, ka qenë kemi pas një të ftuar domethënë Tiranë Mamushen për të na treguar se si domethënë gjitha sfida që i ke njeh të gjitha të tjera mundën me arrit me një pikë cilën ti ja del vet. Edhe kryesisht kjo më ka pëlqyer shumë sepse kena marrë si frymëzim për të tjerët edhe frymëzim për vetë neve. Në po të njëjtën tavolinë kemi pas edhe aktivistë të ndryshëm që kanë folë pak a shumë për aktivizmin, sidomos në Gjakovë, pra në qytetin e Gjakovës. Nëse flasim për aktivizmin, në Gjakovë është mjaft le të themi aktiv nga udhëheqës të ndryshëm, po ashtu kemi aktivitete të ndryshme, por sipas teje si kryetare, sa mendon që rinia është aktive, sa mendon që marrin pjesë në këto aktivitete, në këto organizata të ndryshme e tjera? Kryesisht mund të them që pjesa e asamblesë është shumë aktive, po nëse e marrim si përgjegjësi komunën e Gjakovës, më thonë që nuk ka shumë aktivizëm. Kryesisht ka shumë persona, domethënë që unë kam ndjek çdo emision tuaj që keni marrë, domethënë me shumë persona dhe aktivistë, që më ka pëlqyer shumë për juve arsyeja sepse me jap dëshmi që Gjakova ka ende aktivistë ose ende persona që punojnë për komunitetin e tyre dhe që ngrisin zërin për Gjakovën, po kryesisht kam pa që roli i aktivizmit në ditët e sotme nuk është aq i madh ose ka role ndryshme shkak teknologjia ose pjesa e aktiviteteve tjera që mirën të rinjt, po nuk mund me thonë që ka rast ose ka një statistikë të qartë që rinia e Gjakovës bën në aktivizëm pjesë, domethënë. Ergisa, dua të kthehemi pak a shumë tek pjesa e asamblesë përsëri dhe pjesa e aktiviteteve të ndryshme që ju zhvilloni në vazhdimsi. Duke qenë se jemi në prag të 1 qershorit, është dita e fëmijëve, sot është data 30 maj, është e diel dhe nesër është 1 qershori, është e hënë. A keni përgatitur diçka ju si asamble? Po, asamblea në plan programin, domethënë që e kemi realizuar, ka pas programe ndryshme, po mbase që kemi diskutuar me zyrtarin dhe me këshilltarë të tjerë, domethënë që lidhen me drejtat e fëmijëve, ne kemi vendosur që për
21 qershorin, do të thënë të mbledhemi tek pjesa e parkut të qytetit dhe secila organizohet shembull asamblesë, do të thënë AKF-ja që i bën Asamblea Komunale e Fëmijëve, pjesë organizatave me aftësi të kufizuarve dhe fëmijëve, do të thënë tjerë, që secili të mbjell nga një fidan, edhe në atë fidan secili të shënon një dëshirë të veten apo një mesazh. Do të thënë mos jetë diçka thjesht një program apo diçka që mbetet aty dhe mbaron, por diçka që sa herë që një person do të thënë kalon e shikon edhe jep një ngjallëri që fëmijët ende ekzistojnë dhe drejt atyre ende do të thënë dëgjohet edhe duhet të miratohet. Dua të ndërlidhem tek pjesa qetëseke, kemi bërë si plan edhe me grupet e tjera të fëmijëve, edhe me grupet e fëmijëve me aftësi të kufizuara. A i mbështetni ju këto grupe dhe sa të njëjtat sa mbështeten edhe nga akterët e tjerë më të mëdhenj, akterët institucional, dhe sa mundoheni që të inkuadroni në aktivitetet tuaja? Kryesisht këto organizata që lidhen me fëmijët cilët e kanë një unitet ose janë unik në vetveten e vet, ne i mbështesim shumë. Arsyeja sepse për fillimeve të organizatës tonë, domethënë të asamblesë, ne kemi menduar që pjesën kryesore gati gjysma e plan programit ton ka të bëjë me aftësi, domethënë me fëmijët që me aftësi të kufizuara, që me i përfshi dhe ata në pjesë të aktiviteteve që kemi na. Normalisht ne dëshirojmë ta kuptojmë botën e tyre, domethënë që janë aventurat e tyre, se sa të mirë tregojnë me neve, domethënë dëshirojmë të kuptojmë botën e brendshme dhe ngjyrat unike që japin botës son ata fëmijë. Kryesisht mendoj që edhe nga aktorët e tjerë normalisht që mbështeten shumë në secilin aspekt, madje edhe mbledhjet që kemi ekipi për të drejtat e fëmijëve se edhe aty bëj pjesë, çdo herë në krye, domethënë mund të themi që janë ata edhe të drejtat e tyre, domethënë t'i gëzojnë ato të drejta. Është shumë mirë që mbështetni edhe fëmijët të cilët janë me aftësi ndryshe, sepse ndoshta jeta i ka goditur në fillimet e veta, por patjetër që mbështetja juaj është shumë e rëndësishme për të arritur edhe për të vazhduar në rrugën që ata e kanë synim, patjetër duke ju mbajtur dorën secilit prej tyre dhe duke i inkuadruar në aktivitete të shumta që zhvilloni, sepse di që zhvilloni aktivitete të shumta, siç e the ti, i keni të përmuajshme, çdo muaj zhvilloni aktivitete, por patjetër e di që edhe takimet i keni të rregullta pavarësisht aktiviteteve. Atëherë Gisa, për te ndihmës, për te anës pozitive nga organizata të ndryshme që ju bëni këtyre fëmijëve, më saktësisht pra fëmijëve me aftësi të kufizuara, ti edhe vetë je në shkollë, në klasën e 8 më saktësisht, po duhet të pyet, a ekzistojnë ende parëgjykimet, a ka ende bullizëm nëpër shkolla, duke qenë se je vetë aty dhe vetë e sheh? Kryesisht mua me thonë që bullizmi është një ndër temat më bashkëkohore dhe më moderne në kohët e shumta, do të thënë kohën e sotme. Kryesisht nuk mund me thonë që nuk ka bullizëm ose parëgjykim. Stereotipet, parëgjykimet, bullizimi janë ende dukuri negative që e mbajnë, do të thënë, e ta mbyllin një derë ty personalisht. Arsyeja sepse nuk më thonë që gjitha shkollat ka bullizëm. Për shembull, në shkollën time nuk ka ndonjë ditë që ndjej atë parëgjykim, por shpesh amu me thonë që edhe ne organizatat dhe ligjëratat të ndryshme që marrim me asamblenë, shpeshherë diskutojmë edhe për problemet e shumta që kanë nxënësit nëpër shkolla. Arsyeja sepse disa prej tyre thonë që kanë bullizëm, shkaku i minoriteteve apo aftësive që kanë ndryshë nga të tjerë gjithmonë parëgjykohen. E kjo është një ndër temat kryesorë që edhe na dëshirojmë i parandaluar. Çfarë ndërmerr shkolla në këtë kuadër të aktiviteteve? Ti je pranishme aty çdo ditë. A mundohet shkolla që ta pakësoj këtë rast, sepse bullizmi është gjithnjë e më i përfshirë, edhe nëse ne nuk e shohim, patjetër mund të jetë dikush tjetër që e ndjen atë. Sa përfshihet shkolla në mënyrë që t'i ndihmojë këta fëmijë të cilët përballen me bullizëm? Po, kryesisht mund të themi që shkolla është një ndër dy dritarë të hapura që të ndihmon ty që ti me zbulu vetveten tonë edhe horizontin tonë, se secili ka një talent vetvete. Kryesisht mund të themi që nëse ka parëgjykime ose bullizëm në shkollë, shpesh shkolla edhe neve na bën trajnime të ndryshme. Domethënë trajnimet që bëhen janë kryesisht të bullizmit dhe video ndryshme të cilat kanë të bëjnë me parandalimin e kësaj dukurie. Arsyeja sepse shpesh edhe në shkollën tonë është mbështetja e psikologut. Domethënë mendoj që në çdo shkollë psikologu duhet të qenë ai i cili nuk mundet mi parandalu këtë rasti normalisht, por mundet të qenë një krah ndihme për ata të cilët kanë nevojë. Shkolla, më thonë që 100% plotësisht i merr këto masa, mendohet që mi paksu përmes aktiviteteve, lëndëve ndryshme, edhe përmes qytetarimit që e bojmë normalisht nëpër klasa. Shkolla e cek Gisa që padyshim merr masa në raste të tilla, por fatkeqësisht edhe pse merr masa, nuk ndalet bullizmi ende, edhe pse organizojmë le të themi emisione të ndryshme, aktivitete të ndryshme kundër bullizmit, ende vazhdon në shkolla apo edhe jashtë shkollave, përtej shkollave e tjerë. Por ku qëndron faji?
pse ende nuk ndalet bullizmi pavarësisht emisioneve, po ashtu influencerave të ndryshëm në rrjetet sociale që mundohen ta parandalojnë etj. Ku mendon ti që qëndron faji në këtë rast? Unë mendoj që faji shpeshherë qëndron tek vetë ndërgjegja atyre që e bëjnë këtë sens. Shpeshherë mu me thonë që edukata primare normalisht varet edhe familja është një ndër aktorët kryesorë në këtë pjesë, arsyeja sepse sado që shkolla mundohet ta paksoj, ti edukatin do ta marrësh në familje, domethënë pasqyra jote e edukatës varet krejtësisht nga familja dhe nga rrethin në të cilin ti jeton. Mund të them që shpeshherë edhe pse janë marrë organizata ndryshme nuk ka funksionuar arsyeja sepse personat e njëjtë kanë vazhduar me gjeste të njëjta bile edhe me kërcënime më të larta, ndoshta për me parandalu, domethënë mes mi kallëzu prindit ose diçka e ngjashme, por shpeshherë mendoj që nëse ti vendos me shtru një herë pyetjen mja bo vetës, pse po bullizoj ato, ose psha ka e ndryshë nga unë, secili është unik mënyrën e vet, por kryesisht mendoj që faji qëndron tek pjesa ndoshta prindërve, jo krejtësisht, nuk më fajsu varet për situatës, po nëse domethënë prindi e shef fëmin që ka vazhduar me njëta sjellje edhe në shtëpi edhe në shkollë, kryesisht duhet me marr masa ose me diskutuar me pjesën e shkollës se çka po ndodh, pse shpesh ka fëmijë që tregojnë që në shtëpi por në shkollë e shfaqin atë pjesën e çmethon bullizmit ose diçka që e mbajnë brenda. Popullizmi në mënyrë virtuale, rrjetet sociale dhe teknologjia tashmë e kanë përfshirë të gjithë botën edhe është prezente edhe tek ne edhe në gjithë botën, le të themi, sepse është e pashmangshme. Kur jemi tek bullizmi në aspektin e platformave të ndryshme teknologjike, apo ndodh në platforma teknologjike dhe si mund të luftohet kjo pjesë, si e sheti vetë si një vajzë e re në klasën e 8, si një nxënëse? Po, unë mendoj që bullizmi virtual apo bullizmi në rrjetet sociale është një ndër bullizma, domethënë që përdoret më shumë. Pse po them më shumë? Të arsyeja sepse thelbi kryesor është në rrjetet sociale. Shembull, vazhdo nëse ti nuk i mund një person, mi thon diçka në shkollë ose varet ti nuk e njeh fare një person dhe shkon i shënon, domethënë thjesht mundesh mi bullizu ose shpesh dikush poston video të talenteve apo diçka ngjashme dhe menjëherë merr bullizim. Kryesisht mua më thon që kjo është një ndër pjesët kryesore ose faktorë kryesorë që ndikojnë që bullizmi marr deri në pjesë fizike, domethënë ose abuzim fizik. Mu më thon që shpesh bullizmi virtual është ai që po çon ndëme më të mëdha, domethënë ka pjesa e shoqërive ndryshme, shpesh bullizojnë për diçka që ndoshta e kanë ose diçka që e kanë ndryshe nga të tjerët, po thjesht nëse shfaq një talent, ka persona që e bullizojnë domethënë në mënyrë virtuale domethënë nuk e din vetë as për çka po e bëjnë atë gjë, por shpesh më thon që bullizmi virtual duhet mu parandaluar me masa trapta, arsyeja sepse ndoshta secili gabon një herë, por një herë ndoshta ndikon më shumë se 1000 plak tjera ata i personit tjetër që e merr atë bullizëm, por më thon që duhet më kon ligjet më trapta kryesisht ose pjesa e kërcënimeve apo gjërave që bëjnë, më marr me masa më të mëdha, domethënë me ushqyrtu një herë dhe me përfundu punën atë. Diskutuam për disa nga fenomenet që padyshim duhet diskutuar, por tashmë po prekim edhe anet pozitive, anet e bukura të Ergisës. Cilat janë disa nga planet e tua tashme? Jo si kryetare, por si nxënëse, në përgjithësi. Shpesh mendoj që jeta jeme është një horizont shumë i bukur. Pse them këto? Që shpesh kam një jetë mendoj që vetë më realizu, domethënë jeta ime është në dorët e mia dhe normalisht në përkujtesën e familjes, por shpesh ëndrat që kam mendoj me realizu në mënyrë më të mirë të mundshme. Gjithmonë e kam atë vullnetin më quhen mëngjes edhe me punu për veten, për familjen, por normalisht primarmi pas vetveten edhe familjarët e mi, edhe kryesisht mendoj që ka pjesa e profesionit, gjithmonë mendoj këtë pjesë kam qenë më bë presidente. Nuk e di, më pëlqen edhe pjesa e mjekësisë, edhe pjesa e shkencave natyrore dhe shumë tjera, por e kam pa që këtë impakt nuk e ka kërkush. Domethënë se e kam pyet dikon për profesionin e vet, menjëherë ka thonë profesion që është i zakonshëm. Unë dëshiroj diçka që është më ndryshe, domethënë nga të tjerët, edhe dëshiroj që punën e talentin që e bëj çdo ditë me dal me 20 fuqishëm. Kryesisht më thonë që shpesh jeta ndoshta gjithë na sprovon me sfida, edhe ka herë din më kon edhe rëmbyeshme, po kryesisht mendoj që ti vetë mundesh mi luftu ato. Ka që re në moshë dhe ka që artikuluar edhe me ëndra shumë të mëdha, të cilat ne padyshim e dim që ti do t'i arrish të gjitha ato planet edhe sënimet që i ke në të ardhmen, edhe ne të patjetër që të urojmë jashtëzakonisht shumë suksese, edhe duke qenë ka që re në moshë dhe duke pasur ka shumë suksese të radhitura në sirtarin tënd, a ke mundësi të ndash edhe një mesazh për bashkëmoshatarët e tu edhe të gjithë ata që neve po na ndjekin në këto momente në emisionin ton, në lidhje me pjesën e sukseseve dhe me pjesën e aktivizmit dhe sa i rëndësishëm është ai. Okej, normalisht e po. Për të gjithë bashkëmoshatarët e mi, edhe pse në shkollë, domethënë në lagjën e pjesën, vazhdimisht kam dëshirë që mi
përfaq atë pjesën që gjithë secili e ka brenda zemrës vet, dëshiroj t'ju them që gjithë secili për juve e kanë një vulkan, domethënë në zemrën e tyre dhe në shpirtin e tyre. Pse e them një vulkan? Ai vulkan ditë të jetë ajo flaka që mbizotron mbi shpirtin e tyre dhe ditë të jap shumë gjëra rreth botës. Kryesisht unë ju them bashkë moshatarëve të mi që mos u dorëzoni, jeta është e bukur dhe një herë jetohet. Një mesazh i mrekullueshëm nga Ergisa. Ergisa, faleminderit shumë që ishe sot pjesë e jona. Faleminderit edhe për juve shumë, irë të kënaqësi. Kam kaluar një pjesë shumë të mirë, domethënë që do ta mbaj në arkivat e testime për gjithmonë edhe faleminderit nga ju. Ne të falenderojmë ty për prezencën tënde këtu sot dhe për të gjithë mesazhin që ndave për të gjithë bashkëpunëtarët e tu, patjetër që edhe për disa edhe më të mëdhenj që ti mësor se është shumë rëndësishme që në jetë të jesh e suksesshme dhe mbi të gjitha të besosh shumë tek vetja. Po besoj që kjo që ka qenë edhe një ndër pjesët tua më kryesore që ti e ke pas që nga fillimi dhe me këtë rast ne të urojmë edhe shumë suksese në secilën rrugë të jetës që ti do të zgjidhësh. Faleminderit. E faleminderit edhe ty Endi. Faleminderit Orsa, faleminderit edhe ty, falenderimi padyshim i shkon atyre publikut ton të dashur që na kanë ndjekur edhe sot në podcastin Rinia, më saktësisht në televizionin Syrivizion. Ne do ju lëm takimin të dielën e ardhshme. Patjetër në ora 18 siç sot të diel me një mysafir apo mysafire të radhës shumë speciale. Deri atëherë, mirëmbëjtje.